Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak, kanë qenë pika që lidheshin me indeksimin e pagave të gjithë punonjësve të bashkisë, institucione universitë dhe policisë bashkiake, ato që nxitën reagimin e opozitës, e cila abstenoi me votë këto projekt vendime. Në relacion nuk del qartë, del thjesht pjesa pra që për rritjen e vjetësisë në punë apo të rritjeve profesionale që kanë pasur. Nuk besoj që on blok e gjithë administrata e bashkisë ka performuar më mirë, është rritur profesionalisht dhe gjitha dhe meriton këtë rritje. Siç e thanë dhe parafolësit, besoj që kemi shumë problematika, kemi ato 6% që të famshëm, në qoftë se këto 2 milion që do kalonim atje, do jep një dorë atyre njerëzve që realisht janë nevojë. Unë vazhdoj ta përsëris edhe një vërejtje që kam, përderisa në mënyrë të fortë me rritjen e pagave të administratës bashkisë, po kryesisht të kryetarës bashkisë, përcaktohet automatikisht edhe rroga e këshilltarëve bashkiak, unë këtë e shoh si një konflikt interesi. E kam ngritur edhe herë tjetër, nuk më shkon pjesa që përderisa edhe parlamenti e bën kështu, edhe neve do ta bëjmë kështu. Për mua këtu ka një përplasje ligjore, shumë mirë. Është shpërblim nuk ka, jo rrogë këshilltarët, ka shpërblim. Po flasim dhe shpërblim, prapë është konflikt interesi. Pra, në momentin që ne përcaktojmë dhe japim përcaktimit të rrogës së kryetares, në qenë se 1/10 është shpërblim për këshilltarët, automatikisht neve kemi përcaktuar shpërblimin tonë. Këtë e shoh, po mund dalim me një vendim me BKM, shumë mirë që rrogat e bashkive të gradës parë mund të jenë këto, të dytës kaq, nuk ka pak më i përmbledhur të lutem. Pra shoh që kjo rritje nga motivimi që ju keni dhënë është nga shëtimi që keni dhënë, është pa motivuar, natyrisht do isha për rritjen e rrogave të mësuesve, të edukatorëve, do isha për rritjen e rrogës policisë bashkiake, por nuk shoh që pse duhet të rriten rrogat e administratës me fill bashkisë. Përderisa rriten pagat e kryetarisë bashkisë, ato shpërblimet tona që në fakt nuk kemi fare dakord që të rriten shpërblimet tona. Duhet kemi parasysh që ndihmojnë dhe këto familje në nevojë, se është e turpshme sa paguhen ata. Nëse më lejohet thjesht të përmend një nga këto familje këtu në relacionin që keni dërguar ju, Fatbarda Kasmi, familje në nevojë me shumë përfituese në vlerën 57.000 lekë të vjetra. Familja Merita Ahani, 21.000 lekë të vjetra. Pra kjo është e turpshme, rritet rroga e kryetarisë bashkisë, se ja kemi harruar dhe fytyrën, se nuk vjen as në mbledhje. Për çfarë lodhet kjo kaq shumë? Për çfarë rrit pagën, domethënë? Nuk e kuptoj, është e turpshme, mos merret parasysh që familje në nevojë, ju e cilësoni që janë në nevojë shumë. Gjatë periudhës së zhvillimit të mbledhjes së Këshillit Bashkiak, në sheshin para bashkisë, protestuesit kundër projektit të mbështetur nga përfaqësues të partive të vogla, kundërshtonin me megafon lajin e tyre jashtë mbledhjes, ndërsa brenda në sallë, nën kryetari i bashkisë Gedian Kallmi u përgjigj disa pyetjeve që kishin bërë ata. Unë duhet të sqaroj se Bashkia e Durrës ka një rol koordinator dhe gjithashtu pas detyrave të lëna në takimin e zhvilluar edhe me prezencën e kryeministrit, është kërkuar ngritja e grupit ndërinstitucional të punës për vlerësimin e objekteve që preken nga zbatimi i projektit TIT. Ky grup normalisht përbohet nga specialistë të fushës dhe në punës nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, si dhe Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, kjo e fundit për të vlerësuar siç u diskutuan mbledhjen e monumentet e kulturës. Gjatë kësaj kohe, bashkia ka mbledhur të dhënat dhe ka zhvilluar takime me qytetarët që prek nga ky investim, sepse jo çdo qytetar ka të njëjtat problematika. Çdo dokumentacion është administruar dhe është përditësuar rast pas rasti në bazë ligjit për arkivat. Ky dokumentacion do të shqyrtohet dhe do të plotësohet nëse do jetë e nevojshme nga grupi ndërinstitucional i ngritur. Dhe në fund të procesit administrativ të shqyrtimit të konkluzionit, grupi të dalë me konkluzionet përkatëse rast pas rasti. Me thirrjen turp e pritet protestuesit daljen këshilltarëve të majt nga mjediset e bashkisë, ndërkohë që këtë herë në mbështetjet e tyre kishin dalë përfaqësues nga banorët protestues të rrjollit.